Deklarata e zotit Rama lidhur me nenin që nuk ka të bëjë me zonjën Balluku. Pasi ajo pas ka dhënë vazhdimisht dorëheqjen dhe zoti Rama në 3 raste nuk e ka pranuar dorëheqjen e saj me argumentin se ai nuk mund të bëjë pakt me drejtsinë e tij. Tani duhet keni parasysh diçka. Zoti Rama mund të dalë vazhdimisht në për mbledhje dhe të shprehet lidhur me ndryshime në ligj, duke thënë që kjo nuk është për atë personalisht, por është për të tjerët, pra përfshi veten e tij. Zoti Rama duhet keni parasysh që vazhdimisht ka thënë që drejtësia nuk është kjo që ne donim, po pikrisht ne këtë kemi si drejtësi fëminore. Dhe ajo që duhet kuptuar është kjo drejtësi fëminore, mos që ka edhe kjo politika e zotit Rama fëminore që të kuptojmë qartazi që kemi të bëjmë me 2 fëmijë të cilën luajmë me njëri tjetrin, sepse këto deklarata të cilat zoti Rama thotë që ky nen nuk ka të bëjë me zonjën Balluku dhe pikrisht tek ai nen përfshihet kryeministri, presidenti, zëvendës kryeministri, ministrat, do të thotë që o zoti Rama po na mashtron, o zoti Rama nuk është këshilluar mirë nga juristët e tij të thotë tek publiku të vërtetën. Sepse në fund fare duhet kuptojmë që deklaratat e zotit Rama në këto momente që ne jemi bien në kundërshtim me njëra tjetrën, sepse në rastin e parë zoti Rama bën një ndryshim në nenin përkatës, duke justifikuar që nuk mundet që drejtësia të futet në punët e ekzekutivit. Pak më poshtë zoti Rama amniston në një farë mënyrë poste të posaçme dhe në fund fare bën atë që themi vazhdimisht një mbrojtje të qeverisës së tij. Deri tani jemi dakord. Por si ka mundësi të thotë zoti Rama që kjo lëvizje, kjo iniciativë legislative nuk ka të bëjë pikrisht me zonjën Balluku. Mos harrojmë faktin që neni 242 po ndryshohet, edhe sikur të vinë edhe ndryshime të tjera të nevojshme, por zoti Rama pikrisht me neni 242 don që ta normojë dhe ta vendosë ligjin e shtetit që nesër asnjë spak apo ku e dim ne të mos veprojë duke bërë pezullimin e një funksionari të politik. Prandaj unë them që zoti Rama po luan lojën e tij, se pikrisht loja është dhënë nga spaku dhe në fund fare zoti Rama përdor rastin e zonjës Balluku për t'i treguar asaj që unë bëra gjithçka, por tani e tutje jam i detyruar të lëshoj në mënyra të ndryshme procedurale spostimi, pra mos kuptoni ju që zoti Rama thot, shiko, kjo nuk është për Ballukun, por unë po e lëshoj. Jo, loja është këtu, që Rama do përpiqet të bëj sikur po e sposton, do përpiqet të bëj në mënyrë procedurale sikur don ta lëshoj, në një moment të caktuar Rama do të veprojë gjithmonë në mënyrë procedurale, sepse deri në këtë moment ka punuar shumë proceduralisht. Por ajo që unë dua të kuptoni është kjo: a është i gatshëm zoti Rama në mbledhjen e komisionit të mandateve të lëshoj zonjën Balluku me dalje në një raporti nga grupi i tij parlamentar dhe ta votoj për të hequr imunitetin, që të duket qartazi tek spaku dhe të ndërkombëtarët që pikrisht neni 242 nuk që e ka për Ballukun, po që e ka pikrisht për Ramën. Sepse pikrisht është për Ramën, sepse Rama tani në këto momente pozicionohet në fushën e tij, pra duke luajtur në të njëjtën kohë në fushë në qendër, pra duke sulmuar dhe duke mbajtur peshën më të madhe të mbrojtjes, duke arritur një konkluzion që është konkluzioni që Rama po lufton për vete, por viktim është Balluku. Prandaj duhet t'ju them që Rama sigurisht nuk do të thotë që këtë nen po e bëj për Ballukun, nuk do të thotë që këtë nen po e bëj për vete, po sigurisht as për Ballukun, pra as për vete, por kush është kryeministri Edi Rama. Pra, qartësi duket që Rama punon për veten e tij, por në rastin konkret nuk është autore Belinda, por autori i vërtet është Rama. Por Belinda është viktima, por në të njëjtën kohë
viktim përpara qytetarëve shqiptar është edhe Edi Rama, i cili thotë që çdo gjë në ligj nuk bëhet për interesat tona, po për interesat e Republikës parlamentare, të cilën ai e kujtoi pasi iku Dumani nga drejtimi i Spakut, kur ndërkohë Dumani ka qenë zgjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste nga porositë që zoti Dumani i ka kryer me sukses për të gjithë ata që zoti Rama ka kërkuar nga Asambleja e Partisë Socialiste. Prandaj, deklaratat e zotit Rama nuk kanë lidhje me koherencën. Pra nga këto deklarata do kuptoni që Rama 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, fut 2026 janar, do shikosh që s'ka lidhje fare me koherencën deklarative që ka bërë vazhdimisht si për drejtësinë, ashtu dhe për Spakun, ashtu dhe mënyrën se si u procedua rasti i zonjës Balluku.